Rivali Aldo Bares, Julian Sulej, ka shpëtuar një atentati të organizuar ndaj tij në qytetin e Lushnjës. Ai po lëvizte me makinë në afërsi të spitalit të Lushnjës kur 3 autor, ende të pa identifikuar, i kanë zënë në prit dhe kanë qelluar në drejtim të tij me breshëri kallashi. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:40 të paradites, ndërsa 45 vjeçari Sulo ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Plumbat e kallashit që u derdhën drejt makinës së tij e kanë kapur në këmbë, ndërsa ishte i vetëm në mjet. Autorët kanë qenë në makinë në momentin e qitjes dhe kanë qelluar në lëvizje. Pak minuta pas atentatit, mjeti i autorëve u gjeti djegur në fshatin Lifaj, ku brenda tij është gjetur edhe arma që kanë përdorur për të qelluar në drejtim të 45 vjeçarit. Julian Sulej, i njohur ndryshe edhe si Juli Pashakos, është rivali i Aldo Bares, kreu të bandës së Lushnjës. Sulej ka qenë dyshuar edhe për atentatin organizuar ndaj nipit të Bares, Gjulio Shkurti, në vitin 2017, por më pas u la e lirë pasi nuk kishte asnjë provë që e lidhte me atentatin, që njihet ndryshe edhe si masakra e Lushnjës. Për këtë ngjarje dënuar me burgim të përjetshëm, Anterio Kaloshi dhe Orgest Bilbili, vendim i lënë në fuqi edhe nga gjykata e lartë më 21 nëntor të këtij viti. Në masakrën e Lushnjës u vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, si dhe u plagosën Bujar Turku dhe Marius Gjepexhiu. Kjo nuk është hera e parë që Sulës i bëhet një atentat. Më 11 qershor të vitit 2016, atij u bë atentat pas ndeshjes Shqipëri-Zvicër në një pikë bastesh nga Arjan Aliço, antar i bandos së Aldo Bares, i njohur ndryshe si Arti i Braçës. Më 18 mars të vitit 2018, Sulej është arrestuar nga forcat speciale në Lushnjë mes pas nuk u bind postobllokut të policisë për të ndaluar, ndërsa në makinë u gjet një pistolet me fishek. Ai rezultoni dënuar edhe për veprimtari kriminale në fushën e lëndëve narkotike dhe krimeve ndaj personit. Më 13 qershor të vitit 2023, Sulej me vendim të apelit të Florës janë sekuestruar disa pasuri që dyshohet se i kishte dhënë përmes aktivitetit kriminal. Atij u sekuestrua edhe një apartament me vlerë 120.000 euro, një mjet luksoz Porsche dhe 17.000 euro.